Përshëndetje, shikus të nderuar. Shumë nga jo më keni pyet pak se cila është ecuria e rrugës Gjakol Klin. Edhe me qenë se sod më rani rrugë kërkuar material këtu, ju kam premtuar që sa herë kaloj dhe shikoj diçka të përmisuar, të re, unë do të ju informoja. Për shembull, edhe pse tani këtu duhet të devijoj majtas, sidoqoftë ju mund të shikoni që Benita Kompani ka bu asfaltimin e këtyre dy kursive djathtas. Kuptohet që aty duhet të shtrohen dy shtresa, për momentin është vetëm njëra nga shtresat, prandaj nuk lejohet qarkullimi në atë pjesë. Pa përfunduar deri komplet ky segmenti të cilin ata kanë qenë duke përgatitur kohëve të fundit. Edhe tani vje keq për veturat. Okej, për shkak e vetura mrapa Golfit është ma e lartë edhe ajo mundet ma kollaj me deviju majtas. Sidoqoftë, ja ky për shembull, ky s'don me deviju majtas, duhet patjetër mi prek frenin. Tipike e shoferave në Kosovë, të cilët duan ta marrin përparsinë së s'bën, por sidoqoftë bëjmë përjashtime për shkak se jemi në rrethonat të kantierit të ndërtimit dhe unë plotësisht e kuptoj që banorët ose pjesëmarrësit në komunikacion në rrugën Gjakol Klin jo janë të lodhur, po janë çmendurisht të lodhur për shkak të papërgjegjësisë totale të punimeve ose zhvatjes së punimeve për dekada, jo për vite, po për dekada. Dhe më në fund, shqyqyr që kjo ana këtej djathtas tani është shtruar me asfalt, si thash hala nuk është deri tek pika ku duhet, por fakti që është kryer një pjesë e punimeve, kjo do të thotë shumë. Se po kryet shtresa parë, po vendosen kanalizuesit e ujtë anësh që bohen një lloj pjerëtësie me anë të betonit, dhe siç po e shikoni këtu, kompania është duke punuar, në ndërkohë finisheri është në këtë pozitë këtu. Këtu ka ndaluar shtrimi i asfaltit, tani kur do vazhdojnë pjesën tjetër e dim ta vetë si kompani, por pejsi e ka marrë Benita Kompani këtë pjesë, këtu kanë fillu vlla me lëviz, sanët kanë fillu marrë ma seriozisht, edhe besoj shumë shpejt do t'i provojmë edhe ato dy kursit me anën e djathtë. Pjesa më e vështirë është tani këtu e tutje, sepse këtu duhet përveç se të ndërtohet traseja e rrugës nga fillimi në këtë pjesë këtej tutje, realisht aty është edhe një urë. Edhe unë personalisht jam shumë interesuar për të parë për sa kohë ata do ta ndërtojnë atë urë, sa kohë do t'ju duhet. Por besoj me seriozitetin që kanë marrë rrugën, edhe ura këtu do të punohet sa më shpejt që tjetë mundur. Thash janë rreth 300 metra këtu trase që ka nevojë deri te ura, ndërtohet ura, pastaj menjëherë vazhdojnë edhe rreth 500 metra të tjera rrugë që duhet të ndërtohen në anën e djathtë, që pastaj të lidhet me pjesën atje. Sot është ditë e vrant këtu në Kosovë, është data 5 tetor 2025, se thëmë 2025, kështu me theksin ton të Kosovës.
kjo pjesa nuk është që do shumë punë, këtu tash me muret mbrojtëse janë të ndërtuar, ka vetëm nevojë gërmim. Gërmimi dheut, hidhje materialit të fortë, presim, ndërtimi pastaj i korsive edhe kashe dhe shtrimi i tyre. Siç po e shikoni, për shembull, kjo pjesa këtu komplet ai asfalti i shpifur që ka qenë, ai asfalti skandaloz që ka qenë është i hekun. Këtu tani fillon ajo pjesa ku ka qenë ai asfalti edhe më skandaloz dhe më i tmerrshëm që e kanë pashtruar kompania paraprake. Dhe siç e shikoni, është prerë në vende, është mbushur vendi, është hekur materiali dopt, lloç, që ka qenë balt, argjill, që e kanë gjujt ata. Edhe është tani po pritet të rishtrohet në për këto pjesë, të cilat është prerë asfalti ekzistues. Pastaj, pasi të rishtrohen këto gjepat në të cilat është hekur asfalti, do shtrohet shtresa e fundit ose shtresa e dytë e asfaltit. Se në këtë trasen që ne po ecim janë dy shtresa asfalti. Kështu, edhe anën djathtas do të shtrohen dy shtresat e tjera asfalti. Një shtresë tjetër asfalti bën. Këtu shikojni, këtu ka qenë as problematik kjo pjesa këtu, sa nuk kanë pasur mundësi të shpëtojnë as edhe 1 milimetër asfalt që është qitur para disa vite, para 2 vite. Domethënë është dashur komplet ta hekin, sepse ka qenë bërë në një mënyrë skandaloze, absolutisht skandaloze, që është hekur ai material që ka qenë lloç i tëri, i bëri, dhe si për ti kanë hedhur tani materialin që duhet. Edhe tani mëzi po presim kohën kur Benita kompani të rishtroj ato pjesë ku është hekur asfalti, siç e pat. Edhe të kemi 2 korsi në anën e djathtë tani, siç janë këto dyja këtu në anën e majtë. Edhe si të thush, kjo pastaj një fillim i ri për këtë pjesë, nuk e dija e mani mend që ja kom spjegu. Asfalti prej Prishtine, Bektenenin Pej dhe deri në Gjakov, në për të gjitha pjesët ku rruga është zgjeruar, janë të hedhura vetëm 2 shtresa asfalt. Pritet që pasi të jetë komplet i përfunduar, për shembull nga Prishtina deri në Pej dhe nga Dolci deri në Gjakov, atëherë të hedhet shtresa e tretë. Por, për të hedhur shtresa e tretë e asfaltit, mbi këtë asfaltin ekzistues, duhet të bëhet një lloj gryrje për rreth 2 cm ta zama, për të hapur vendin ose për të hapur ato farë gërvishjet e dura që asfalti i cili do të hedhet shtresa e fundit të ngjitet sa më mirë që tjetë e mundur. Domethënë, do të bëhet e njëjta punë që bëri Lika 3 në autostradën Ibrahim Rugova. Të gjithë ju që keni pas mundësi mi pa videon e rishtrimit, domethënë njëherë gryrjes së shtresës së fundit, është gryj dikun për 5 cm, pastaj mbi ato 5 cm janë vendosur asfalti tjetër, që ju keni pasur mundësi ta shikoni gjatë kohës që shtru, por edhe me një video që ju kam postu rreth para një jave nëse nuk gaboj, e keni pa se si ka dal ato 5 km të cilat i ka rishtru Lika 3. Prandaj, e njëjta gjë duhet të bëhet edhe me këtë rrugë. Pasi komplet traseja rrugës Dolci Klinës, Gjakov të jetë me 4 korsi fenomenale, atëherë mund të fillohet të shtrohet shtresa e fundit, që quhet shtresa e tretë. Për ta shtruar atë, normalisht që duhet të presin pak kohë deri sa asfalti aktual të ketë lëvizur ose të ketë vërtet nevojë, atëherë këtë gjë patjetër që duhet ta bëjnë ose duhet ta renovojnë me shtresën e fundit, me shtresën e tretë, siç e përmenda. Dhe njëherë
që vendoset shtresa e fundit, shtresa e tretë, ajo është një lloj asfalti i cili bëhet shumë më i fortë, shumë më i kushtueshëm se sa dy shtresat e para. Edhe ai, domethënë, është një lloj asfalti special. Madje edhe guret që përdoren për atë lloj shtrese janë me gur me rërë eruptive, që quhet. Prandaj është shumë më i fortë, shumë më i mbyllur, shumë cilësi më e mirë. Dhe si pasojë, ajo pastaj, si të thush, është shtresa e parë kryesore e cila përballet me peshën e kamionave, me të nxehtit, me të ftoftit, me kushtet atmosferike, edhe kështu me radhë. Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që njëherë që të jetë përfunduar komplet traseja Gjakov Dolc Prishtinë Pej me 4 kursi, pastaj të fillon momenti kur do të hidhet edhe shtresa e fundit e asfaltit. Pastaj kuptohet sa herë ka nevojë për të rishtruar një pjesë asfaltit, gjithmonë nuk kryhet komplet shtresa, tazam, gërvishet vetëm një pjesë, pastaj sipër saj hedhet shtresa tjetër. Dhe kështu në farë mënyre gradualisht, tazam, në qoftë që në këtë shtresë të asfaltit, siç është kjo tani, janë rreth 20 cm asfalt. Kur t'i vjen edhe shtresa tjetër do shkoj diku rreth 28, por tazam mas 15 viteve, 20 viteve ka nevojë të gërvishet prap ajo shtresa e fundit për të rishtruar prap, tazam, në thojza se mund të mos ketë nevojë për ndoshta për rreth ma shumë se 20 vjet. Sa herë hidhet një shtresë asfalt, ajo shkon të trash, shkon të bë ma e trash, ma e fort, ma stabile. Për shembull, merrni rrugën e vjetër Prishtinë Pej. E keni pa kur ajo gryhet nga gryset tani? Del që është kogja e trash. Përse? Nuk është që në fillim është shtruar me atë lloj trashësie, por gradualisht që ka kaluar vitet, duke u renovuar ajo pjesa asfaltit, gjithmonë o hedh një shtresë mbi tjetrën. Edhe si pasojë është forcuar më shumë, ka qenë më e fortë, edhe si pasojë është shumë më cilësore se sa në fillim të ndërtimit të saj ose në fillim të projektimit të saj. Kjo është e mira kur një rrugë për shembull me 4 kursi që është ndërtuar, pastaj për vitet e tëra mund të përdoret në atë mënyrë, mund të gërvishet, si tham, edhe mund të qitet asfalti dhe si pasojë ajo edhe forcohet pastaj. Ka një bazë më të fortë se sa që ka pasur në fillim. Kuptohet kjo shtresa, kjo asfalti që është tani këtu, unë kam marrë pjesë në shtrimin e tij. I ka 2 shtresa shumë të forta. Shtresa e tretë do shtrohet kur do i zoti shtëpisë, kur do qeveria e Kosovës. Kur ti do paret për të, do shtrohet, sepse në fillim i kanë dalë vetëm për 2 shtresa, ka të nderi e dhon vetëm me 2 shtresa asfalt, marrë mohabeti. Dhe kjo ka qenë ideja që një herë që t'jenë bu komplet rrugë me 4 kursi, atëherë mund të përdoren si bazë fillestare që pastaj mund të shtrohet edhe shtresa e fundit. E treta. Kur e treta pas tazam 10 vite, 15 vite ka nevojë të gërvishet, sepse ato normalisht që do ketë plasaritje nga të nxehtit, nga aksidentet, nga ku ta diun, edhe vetëve humbat e aftësinë ngjitse të saj. Prandaj për shembull në Zvicër, çdo 5 vjet ose çdo 10 vjet ke gërvishjen e shtresës së fundit dhe shtrimit edhe njerë nga fillimi asfalt, sepse veturat rrëshasin. Pra shikojnë këtë asfaltin e vjetër këtu, tu mjafton vetëm pak shi dhe këtu të rrshet vetura thu të jenë Himalaja, sepse është komplet e lemuar, është komplet gjap, komplet e lemuar, nuk ka asnjë lloj, këtu rrota e makinës nuk ngjitet, nuk ka atë që në gjuhën, domethënë në gjuhën shqipe quhet e ka humbur aftësinë e saj ngjitëse ose gërvishëse, në gjuhën angleze si thonë grip, domethënë ajo nuk t'i kap guma Allah, nuk. Prandaj nëse ti frenon,
ose kthehesh me vrull në një kthes, qa ndodh me vetura rreshket. Shpresoj që kam mjaftueshëm memorie për ta regjistruar edhe pjesën tani që do ta kemi të Mirusha kompani. Tu jemi tani të segmenti që ka kage. Tu praktikisht pothuajse të kage nuk ka asnjë lëvizje, përveç asaj pjesës ku po ndërtohen muret, që është rreth 500 metra matutje, po këto pjesë të tjera këtej nuk kanë as edhe një lëvizje. Tu jemi tani të kryqi i Kramovikit. Shpresoj që ka mundësi dhe memorie të mjaftueshme në telefon. Që t'ja tregoj edhe pjesën tjetër. Ja, si që thash, tu tani po hym të segmenti ku shka punon kagi, dhe më thënë kemi hy të segmenti kagit kena hy para rreth 500 metra, sa mbaron lika tret, është pjesa që ka kagi. Këtu tani ka punojnë ata me ndërtimin e këtyre mureve mbrojtës. Në fakt rruga Gjakov Klin është rruga që ndoshta më së shumti në Kosovë ka nevojë për mure mbrojtëse, për shkak sepse shkon anës së Drinit. Drini këtu për mijëra miliona vjet ka krijuar këtë lugin, edhe ne tani kalojmë në anën e Drinit ose në luginën e Drinit këtu. Edhe si pasojë, duke kaluar në anën e Drinit, duhet të ndërtohen këto mure mbrojtëse, të cilat e pengojnë zhavorin, guret që mund të binë nga mali, që të binë në rrugë. Edhe po shikoni që kjo është një të rrugët më të shtrejta në Kosovë, pikërisht për shkak sepse ka një sasi shumë të konsiderueshme të mureve mbrojtëse. Dhe nëse nuk gaboj, pjesa që ka më së shumti mure mbrojtëse është pjesa që ka Mirusha kompani. Ata kanë një relief jashtëzakonisht pothuajse të gjatë sa komplet pjesa e tyre me mure mbrojtëse. Tu të kak jo ma pak, për tani nëse me mjafton memoria, besoj që po, do të hyjmë tani edhe rreth 1 kilometër do të jemi në pjesën që kanë Mirusha kompani dhe aty diku rreth 80% e relievit të rrugës ku ata kanë punuar është më patjetër në anën e djathtë me mure mbrojtëse masive. Pse ndryshe nuk mund të realizohet ajo si rrugë. Edhe këtu patjetër që kur kaki do ta punoj, edhe këtu do ketë nevojë të jashtëzakonshme për mure mbrojtëse. Nëse do ta punojnë ata mirë, nëse jo, ndoshta do ta punojnë një kompani tjetër, metet mu pa, sepse me sa po shikoj unë, kjo pjesë e kagit ka ngel në atë që quhet vend numra. Por ta shohim. Është një çështje që i takon kompanisë dhe atyre të cilët janë zotër të kësaj rrugës, institucionet e Kosovës. Por, sigurisht që kur të gjitha segmentet e tjera të jenë kryer, këto 4 kilometra që i ka kagi, pastaj janë, si të thush, shumë ma kollaj përballohen edhe shumë ma shpejt mund të punohen. Ja, këtu tani fillon segmenti i Mirusha kompani. Ata këtu në këtë pjesë tani janë ka gryn, jo ka e gërvishë, me fani, ka e gryn komplet asfaltin, prandaj kanë devijuar trafikun djathtas për secilin drejtim djathtas. Ja, shikojeni që këtu për shembull shtresa asfaltit është rreth 25 cm. Edhe ju thash arsyeja pse është kaq, është për shkak se këtu ka vite
që kur është renovu kjo rrugë, i është vendosur një shtresë sipër, pastaj prap një tjetër sipër, pastaj prap një tjetër sipër. Lumturisht, rrugët tona tani u vendosën 2 shtresa asfalt, se cila diku me nga, nëse nuk gaboj, njona është 12 cm, tjetra duhet jetë rreth 11 cm, prandaj gjithsej në një rrugë me 4 kursi, po ta preni asfaltin, del saktësisht mbi 20 cm. Përshëndesim kolegun, del mbi 20 cm shtresa ose totali shtresës së asfaltit. Pa llogaritur pastaj shtresën e tretë që ja sfigova, që edhe shtresa e tretë do të vendoset. Këtu, nëse nuk gaboj, jemi në Mrasor. Ju lutem me falni nëse gaboj fshatrat, por nuk jam i zonës, thjesht kaloj këtej kur kam punë. Përpara se kom pas idenë ku jenë këtu, por gradualisht i kam mësuar. Edhe shumë faleminderit ju që kur po komentoni, kur shikoni që ndonjëherë jam gabim me vendodhjen e një gjëje, ju menjëherë me përmisoni dhe si pasoj, duke me përmisuar mua jep një informacion më të mirë shikuesve dhe në ndërkohë më jep një informacion më të saktë edhe unë që pastaj mund ta ripërdori më mirë në herën tjetër. Këtu tani jemi prap në pjesën e Mirusha kompanisë, në realisht sa kemi hyrë, shikoni djathas tani, po ndërtohet traseja për 2 kursit të cilat kur do të shtrohen e dinë ata vetë. Për vetë fakti që po përgatiten është një lajm i mirë. Këtu ka pasur një lëvizje masive të dhellë të rrugas që çon për ujvaren e Mirushës. Këtu nëse doni me shku të ujvaren e Mirushës, këtu vendi. Gjiti sipër dhe po shikoni që ata kanë bërë një punë të mirë duke ndërtuar muret mbrojtëse. Kjo pjesa këtu e mani mend kur është shpërthy. Ku ja kam treguar shpërthimin që ka ndodhur shpërthimin e parë. Shifën sa bukur duket tani. Nuk duket bukur? Kohëve të fundit është shpërthy edhe kjo pjesa tjetër. Është shpërthy. Është minu vlla, hedh ner, bam. Shkembit. Sigurisht që do të ndërtohen edhe muret mbrojtëse edhe në atë pjesë. Siç janë tani këtu. Afër restorantu Ivara. Edhe afër hotel Central Park, majtën, po në majtën tonë tani mjetë. Ura këtu, nuk e di sa pi vreni në video, 2 kursit që shkojnë majtas, tash me ura është e gashme. Vetëm po pritët që të ndërtohen. Ato 2 kursit e reja që po i shikoni që janë shtruar, i kemi shtruar Lika 3 i ka shtruar, do më thënë duke punuar për Mirusha kompani, se gjithçka e kanë përgatitur Mirusha kompani, asfaltin e ka shtruar Lika 3. Dhe ja u kam treguar videon kur kena marrë pjesë në shtrimin e kësaj pjese. Para 10 ditë nëse nuk gaboj. Ndoshta është para 10 ditë. Tani po i përgatisin bankinat, ka dalë andene. Që njerë që janë përfunduar bankinat, njerë që janë përfunduar mbulimi i shokëve aty, atëherë ne mund ta përdorim këtë pjesë edhe për të qarkulluar. Prandaj së shpejti edhe në këtë pjesë, kur ata t'i kenë përfunduar punët andej, do të kemi qarkullim të veturave dhe mjeteve me 4 kursi. Edhe shumë mirë kur ta kesh një rrugë me 4 kursi nga Gjakova deri në Dolc, do jetë perfekt. Për banorët që do të jenë pjesëmarrës në këtë komunikacion, do të jetë fantazia. Edhe për ne si shofera profesionist, kur kalojmë në për rrugë të këqija është të merr, se ne jemi gjithmonë të stërngarkuar me peshë, kemi hallin e mjetit, hallin e gomave. Sa ma e keshë rruga, as ma ke sillen shoferat e tjerë ndonjëherë është të mërshme.
Të ajo pjesë aty ka lëviz pak ky asfalti i ri, por sigurisht që do ta rregulloj. Kur të nshon ato dy kursit majtas, do të marrin masa me rregulluar. Është gjë normale, edhe Bechtel Enkas i ka lëvizur. Për shembull, inxhinierat nuk e kishin para parë që mund të ndodhte një lëvizje dheu, ka lëvizur, tap është dashur pastaj ta përmisojnë. Mos harroni, edhe Bechtel Enkas i ka ndodhur. Edhe këtu është me 4 kursi, për shembull ka erdha që parë erdha në ato kursi andej. Ne tani që shkojmë djathtas, ne që po shkojmë në drejtim të Klinës, kuptohet do hyjmë në kursitë e djatha. Sepse se mi në klime hyjnë ato të majta. Ja, muret masive. Nëse ju e ktheni videon që kur kam hyrë tek pjesa që ka punu Mirusha kompani, pamja kryesore ose karakteristika kryesore e lotit që ka Mirusha kompani janë këto muret masive. Janë këto muret masive mbrojtëse, të cilat ata i kanë ndërtuar dhe kanë qenë pjesë e projektit. Dhe personalisht mendoj që pjesa më e vështirë e rrugës Klin-Gjakov ka qenë kjo, me gjitha këto mure masive të cilat janë ndërtuar dhe që besoni që kanë kushtuar dhe më shtrejt se sa vetë asfalti. Okej, miq, faleminderit. Unë tani më duhet të përgatitem të kthehem djathtas, sepse kam me udhtu. Kam me shku në drejtimin e Vulliakës. Edhe sigurisht që atje do shkoj. Sot është e diel, nga që të premten kam pushuar se ka qenë një ditë e keqe me shi, s'kema pas mundësi me punu, emi të i punu sot diellin të e zavencuar. Okej, shumë faleminderit. Unë po ju falenderoj për gjithë interesimin që po tregoni për rrugët e Kosovës. Edhe shumë faleminderit edhe për shikueshmërinë tuaj. Okej, këtu prej Vulliake po ju përshëndes. Edhe pse teknikisht halos kom rrit tamam Vulliak. Ciao.